Mermalin jam dashuruar kur ishim gjimnaz. Kemi ndërtuar jetën tonë së bashku, kemi 2 vajza. Kur i thatë po njëri tjetrit? I tham në 2005, që do të thot 20 vjet më parë. Si 20 vjet morët për kohë për të thënë po njëri tjetrit apo 20 vjet? Jo, 20 vjet u martuam, pra aty poja është martesa, ajo është. Mbasi mbarovat shkollën. Mbasi mbarovat universitetin. 20. Po gjatë kohës që ishit kështu të intimuar, si familja e dinte? Po e dinte. Jo, familja ime ka qenë e hapur, mirë kuptuese. E merriti për shembull? Jo deri aty, jo. Po, pastaj po, patjetër që mbasi kaluan disa vite, po jo më kur u martuam, patjetër. Te martesa nuk diskutohet, po edhe më përpara, po e ka marrë. Shkoja te shtëpia aty? Shkoja, po, se ishim okay edhe nuk kishim ndonjë pengesë. Pastaj kur u bëre mam? Kur u bëra mam në po të njëjtin vit që ne vendosëm të martoheshim, nuk e bëm me plan, po ndodhi. Erdhi Altea, kurse Emily që erdhi në 2009 dhe më pas ajo që mund të them për familjen tonë të vogël është që po të vogël, jo? Të vogël është se dëshira ndoshta e jona është që të ishte edhe pak më zgjeruar. Eksperienca ime tregon që ka kohë gjithmonë, edhe eksperienca e vazhduesës time. Ka kohë, them dhe unë gjithmonë, po gjithsesi çdo gjë është në kohën e duhur. Por e kuptoj që ky vendim është kryesisht në shpatullat e pjesës femërore, sepse Eksakt, edhe duhet ta bësh çdo gjë. Unë kam përshtypjen që gjithë ky rrugtim edhe me intensitet më ka bërë të kuptoj që çdo gjë duhet të ketë kohën e vet, edhe ti mund të bësh shumë gjëra, por nëse nuk i jep kohës vet edhe kohë, është një soi sikur mos e ke jetuar fare. Kështu që edhe të marrit vendimin për të patur një familje më të madhe, duhet të kesh kohë për t'u përkushtuar, edhe për t'ju dedikuar atyre. Kështu që koha ime kryesisht ka qenë shumë e limituar, edhe për veten time, edhe për familjen time, për arsyet gjithmonë të këtij rrugtimi që unë kam patur. Për të thënë vërtetën, familja ime e vogël, po dhe ajo e madhe, nuk e ndaj dot. Është forca ime e madhe. Mermali është padyshim kolona ku mbështetem edhe ku gjej atë prehjen. Sepse më ka lehtësuar shumë edhe nga ato angazhime, së bashku sigurisht edhe me prindrit tanë, nga ato angazhime që unë duhet i kisha si nën në raport me vajzat. Të shërbesh për tjerët është shumë mirë, është një mision dhe unë e quaj të tillë, por shërbimi fillon tek familja dhe pastaj ti aty mësohesh se si të shërbesh. Dhe unë besoj që në kuptim edhe të asaj që unë kam jetuar si vajzë, pra në familjen biologjike të vajzërisë, po edhe këtu, gjithmonë kryefjala jonë ka qenë puna dhe puna e bërë me njëri tjetrin, pra nuk i kemi patur ato rolet shumë të definuara, siç janë në disa familje, po themi, klasike që mami duhet bëj këtë, babi duhet bëj këtë, që tek pjesa e familjes time të parë, pra bamit, babit të vajzërisë, ne i kemi parë gjërat si të ndihmojmë njëri tjetrin, si t'i bëjmë gjërat, pak rëndësi ka kush i bën ato. E njëjta gjë na ndodh edhe këtu me Ermalin, neve komplementojmë njëri tjetrin, kur nuk jam unë është ai, kur nuk është ai jam unë, kur si jemi ne është mami. Unë di mirë se ç'është për gruan që ta ketë burrin kryetar bashkie, kryeministër, e di shumë mirë që ç'a do të thotë. Edhe është një peshë edhe një sakrificë askush nuk e kupton, si kërkohet ta kuptoj. Unë përpiqem deri diku ta kuptoj, po jam i bindur që as unë nuk kuptoj deri në fund se çfarë peshë është, po se si është për burrin që ka gruan në një detyrë që të kërkon shumë kohë, shumë energji, dhe unë e di nga puna e përbashkët që ti
ke njëri orari në kuptimin që shkon në punë në 8 dhe në orën 4 mbyll derën, kështu që si e përballon bashkëvuajtësi këtë? Do ishte mirë që të merrnit në një bashkëvuajtës këtu për ta kuptuar tamam ta thoshte, por në pamundësi për të qenë. Nuk kam asnjë lloj kuraje ta bëj këtë sepse duhet të përballemi me jam fajtori kryesor në këtë punë, kështu që s'kam asnjë kuraje ta bëj këtë përballje, po pyes kështu në anën. Nuk flas dot për sakrificën që ati duhet bëj nga pikpamja e kohës që unë nuk jam në shtëpi. Janë shumë por edhe shumë anë të tjera. Megjithëse tani vajzat janë arritur. Vajzat e arritur dhe janë bërë edhe kritizeret e mëdha tonat. Ndonjëherë kur nuk të kanë pranë, edhe shikojnë pak edhe me cinizëm. Fakti që ti si aty, po për çfarë po përkushtohesh, pse nuk je me ne? Dhe në fakt, për të thënë të vërtetën, ato edhe pse të vogla. Tani tashmë Altea bën 20 vjeç, Emili është 16. Janë mjaftueshëm të mëdha për të kuptuar çfarë ndodh, për të kuptuar shumë çka, edhe për të më dhënë pse jo edhe sugjerime, edhe për të bërë kritika të nevojshme. Çfarë vjeç është tani? Altea është 20. Studion për arkitekturë në Universitetin Politeknik. Emili është në vit 2 gjimnaz. Ndërkohë që në familjen tonë të vogël kemi shumë diskutime dhe edhe kjo është një temë diskutimi, pra sakrifica që babi ka bërë në fakt edhe në aspektet të... E thonë këto. E thonë ato, patjetër. Sigurisht që në familje kemi edhe diskutime tjera, kemi edhe debate, po kemi edhe dilema tona, ndonjëherë që janë edhe shumë të forta. Nuk e diskutoj. Por në tërësi jemi përpjekur që të gjejmë arsyen e mirë përtej asaj që ndodh. Për të thënë që ja vlen për të bërë sakrifica edhe në raport me atë që ne duhet që të lëmë si njerëz dhe si qytetar në këtë vend. Edhe besoj që kjo më ka bërë mirë jo vetëm mua, se të kesh, unë nuk besoj që do të isha dedikuar dot në orë pa orë nëse nuk do kisha një familje që më mirë kuptonte kaq shumë. Dhe sigurisht që jam gjithmonë në borxh me ta, me gjithë familjen, me Ermalin, të parin, me TMM, me vajzat sigurisht, dhe me të gjithë, edhe me shokët, edhe me miqt, sepse kjo puna edhe kjo jeta të bën pak të izoluar edhe të bën pak të distancuar, jo me dashje, por sepse kështu është, sepse ti duhet të angazhohesh shumë tek punët që të takon ti bësh,